Mirëmbrëma të nderuar zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e kanalit 7. Ndër të tjera do të ndiqni. Socialistët në Komisionin e Ligjeve kritikojnë punën e Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Zvarritje të patolerueshme, po bëhet pengesë për integrimin. Lirohet nga burgu avokati arrestuar pas përplasjes me prokurorin Elbasan, por mbrojtësit ligjor do të vijojnë bojkotin e seancave deri në 25 tetor. E mitura 6 vjeçare që u plagos nga zjarri në banesën e saj vijon të jetë në gjendje kritike, maliqi në zi pas tragjedisë rënd ku hupën jetën në Nebir. Prezantohet projekti identifikimi digital që nis zbatimin nga viti i ardhshëm. Kryeministri deklaron se do të jemi një hap përpara Bashkimit Evropian. Nis sot në mbrëmje në Vision Plus spektakli më i ndjekur Albania's Got Talent. Formati i suksesshëm premton edhe këtë vit surpriza, emocione pafund. Vijojmë të njihemi më gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës. Këshilli i Lartë i Prokurorisë është përballur me kritika të ashpra nga deputetët socialist. Gjatë raportimit në Komisionin e Ligjeve, shumica vuri në dukje zvarritjet në vlerësimin e prokurorëve dhe plotësimin e vakancave, duke u bërë pengesë në procesin e integrimit, ndërsa drejtues të Këshillit mohuan zërat se në Shqipëri është krijuar e ashtu quajtura Republike e Prokurorëve. Dy figurat kryesorë të mazhorancës, Ulsi Manja e Fatmir Xhafaj, kritikuan punën e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, duke deklaruar se po shndërrohen në pengesën kryesore në rrugën e integrimit të Shqipërisë në BE. Kryetari i Komisionit për mbikëqyrjen institucionale, Fatmir Xhafaj, vuri në dukje se KLP ka dështuar në rolin e saj për vlerësimin e prokurorëve që është ndëruar në një prej problemeve kryesore të sistemit. Situata është e rëndë, për të mos thënë është skandaloze. Është e pafalshme për Këshillin. E pafalshme. Dhe me këtë ritëm, dëmi po i bëhet i madh sistemit. Në qoftë se vlen mendimi im lidhur me çfarë nuk funksionon. Ndoshta ky lloj skalioni me prokuror shumë të lartë, edhe me profesionistë shumë të mirë, ndoshta kërkon një lloj zbutje menaxheriale. Ndoshta të gjithë, duke qenë kaq të aftë dhe kaq ekspert, kërkojnë që të kenë zërin e tyre, arsyetimin e tyre që të dominojnë në një vendimarrje të Këshillit. Ju i krijoni vendit një problem shumë të madh në procesin e integrimit. Sepse nëse sheh në 3 vite rresht kritikat që janë bërë nga Bashkimi Evropian, kritikat më të mëdha janë për 2 këshillat. Gjendmbledhjes Komisionit të Ligjeve, antari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë Qerhoda hodhi poshtë zërat se në Shqipëri po krijohet një republikë prokurorësh. Nuk ka republikë prokurorësh sepse nuk ka një kod të veçantë procedure që është vetëm për prokurorin. Ka vetëm një kod në këtë vend. Dhe prokurori e ka hapin e tij deri në gjykatë. Prokurori nuk vendos masë sigurimi. Prokurori vetëm kërkon. Ndërkaq kryetaria e KLP-s Mirela Bogdani sqaroi procesin që po ndiqet për zgjedhjen e drejtuesit të SPAK-ut, duke theksuar se deri më tani nuk ka pasur presione. Dikush është më shumë tifoz ose më shumë partizan në një qasje ose një rrymë, qoftë ideologjike apo profesionale që ndjek një prokuror në mënyrën se si e ushtron detyrën e tij. Për shembull, një mund të ketë qasje pak më represive ose më dëshkuese, dikush tjetër mund të jetë pak më human, më liberal, mund ta shikojë çështjen në një këndvështrim pak më të zgjeruar. Kështu që besoj është më shumë lobim brenda për të përzgjedhur më të mirin për atë strukturë, po deri në këto momente nuk kam ndonjë presion apo jo, përveç sugjerimeve që këto janë normale në ambientin ton, po jo vetëm që nuk do ta quaj absolutisht një presion. Në raport me çështjen e avokatit Ulian Bajrami, i cili qëndroi 2 ditë në burg, pasi prokurori ngriti pretendimin se u kërcënua në sallën e gjyqit nga avokati, kryetaria e KLP-s Mirela Bogdani shëroi se po pret informacionin e plot para se Këshilli të dalë me një qendrim. Kryetaria e Këshillit të Lartë të Prokurorisë deklaroi se vakancat në sistem mund plosohen vetëm në vitin 2028, ndërsa në raport me emërimin e drejtuesve të prokurorive sqaroi se vetë prokurorët refuzojnë të shkojnë në rrete, ndaj vakancat nuk janë plotësuar.
Këshilli i lartë i prokurorisë ka miratuar këtë të hënë listën me 4 kandidatët që do të garojnë për postin e kreut të SPAK. Në garë do të jenë prokurorët aktual të kësaj strukture, Adnan Xholi, Doloreza Musabelliu, Klodian Braho dhe Elvin Gokaj. Lista u miratua me 10 vota pro, duke konfirmuar se të 4 kandidatët plotësojnë kriteret për të vijuar më tej garën për drejtimin e prokurorisë së posaçme. Në vijim, KLP do të thras kandidatët për intervistë, ku secili prej tyre do të ketë mundësinë të paraqesë platformën dhe vizionin e tij për drejtimin e SPAK, ndërsa do të vlerësohet edhe përvoja e tyre profesionale. Altin Tumani, që drejton SPAK prej 3 vitesh, do t'i dorëzoj stafetën njërit prej këtyre 4 emrave më 18 dhjetor. Kryeministri Rama vlerësoi maksimalisht ndihmën e dhënë nga Komisioni i Venecias për gjatë 3 dekadave të kaluara. Sipas tij, asistenca e komisionit ishte thelbësore në ndryshimet e kodit zgjedhor, si dhe tek procesi i vettingut, pjesë e reformës në drejtësi. Do të vijojë të jetë një pikë referimi për reformat që do të ndërmerren nga Kuvendi i Shqipërisë. Në konferencën 30 vite partneritet dhe progres, Shqipëria e Këshilli i Evropës dhe Komisioni i Venecias, të mbajtur në Tiranë. Presidenti i këtij institucioni Kaqështelar Gianni Bucicchio ju drejtua aktorëve politik me një mesazh për hapat që do të ndërmerren në vijim. Kodi elektoral ka qenë objekt bashkëpunimi për më shumë se 3 dekada dhe diskutimi për sistemin zgjedhor ishte çelës për të dalë nga kriza. Ne nuk duhet të harrojmë se ashtu si për kushtetutën, kemi të bëjmë me rregullat e lojës dhe ata nuk duhet të ndryshohen për shkak të interesit të lojtarëve, por duhet të shihen dhe rekomandimet të ndërkombëtarëve. Pjesë e aktivitetit ishte edhe kryeministri Rama, i cili vuri theksin tek impakti që ka krijuar Komisioni i Venecias në shtetformim. Ka në bilancin e vet 2 kontribute kyçe për historinë e re ende, por gjithsesi histori e zhvillimeve demokratike në Shqipëri. Kontributet për kodin zgjedhor, të cilat kanë mbështetur thelbësisht përmirësimin e këtij kodi dhe kanë forcuar garancinë e standardeve demokratike. Madje sipas Ramës, Komisioni i Venecias kishte rol vendimtar në procesin e vettingut. Pa Komisionin e Venecias dhe kontributin e tij do të kishte qenë e pamundur që Shqipëria të ndërmerte procesin e vettingut, një proces kyç për reformën në drejtësi. Një proces që e them me plot gojën sot se nuk është kryer me të njëjtën thellësi në asnjë vend. Ndërkaq, kryetaria e gjykatës kushtetuese Holta Zaçaj theksoi rëndësinë e bashkëpunimit mes institucionit që ajo drejton dhe Komisionit të Venecias. Komisioni i Venecias ka qenë një udhërrëfyes në praktikën institucionale, duke ndihmuar vendimarrjen, jo vetëm përmes amicus curia, të dhëna mbi kërkesën e gjykatës për çështje konkrete, por edhe përmes standardeve dhe parimeve të elaboruara gjatë veprimtarisë së tij. Ky aktivitet do të vijojë dhe ditën e martë, ndërsa pjesë e saj do të bëhen dhe drejtuesit e institucioneve të drejtësisë, ai zgjedhor si dhe aktorë të tjerë politik. Avokati Ulian Bajrami është liruar nga qelia 2 ditë pas arrestimit që pasoi përplasjen e tij me prokurorin Gjergj Ceka në sallën e gjykatës së Elbasanit. Prokuroria e këtij qyteti sqaroi se pas shqyrtimit të materialeve procedurale, rezulton se nuk janë plotësuar kushtet ligjore për vijimin e ndalimit, ndaj është urdhëruar lirimi i menjëhershëm i avokatit. Gjithashtu, në njoftim nënvizohet se respekti dhe bashkëpunimi ndërmjet gjyqtarëve, prokurorëve, avokatëve dhe policisë gjyqësore është thelbësore për funksionimin e sistemit të drejtësisë dhe se çdo formë presioni apo intimidimi ndaj funksionarëve të ligjit nuk do të tolerohet. Ulian Bajrami u ndalua pas kallëzimit të prokurorit Gjergj Ceka, i cili pretendoi se ishte kërcënuar gjatë një seance në prani të gjykatëses.
Çdo shqiptar do të pajiset me një mjet identifikimi digjital. Projekti i prezantuar nga kryeministri Rama parashikon zbatimin e tij duke filluar nga viti tjetër. Sipas Ramës, përdorimi i teknologjisë do të shërbejë edhe për një kontroll më të plotë të hapësirave publike. Noni portofolin tuaj digital. Vitin e ardhshëm qytetarët do të jenë të pajisur me identitetin digital. Qeveria prezantoi projektin që shpjeguan se identiteti digital do të përmbajë çdo dokument të qytetarëve shqiptar, duke nisur nga certifikata e lidhjes deri tek diploma e universitetit. Pjesë e aktivitetit ishte edhe kryeministri Edi Rama, i cili siguroi se faqja që përmban të dhënat personale është e sigurt dhe do të lehtësojë lëvizjet jashtë vendit. Përshëndetje, dhe kjo do të thotë shumë më tepër siguri për konsumatorët, kjo do të thotë shumë më tepër transparencë për biznesin, dhe kjo do të thotë shumë më tepër të ardhura nga ajo pjesë që i takon konsumatorit dhe që në një masë të madhe mbetet jashtë duarve të tij. Ai theksoi se ky plan po diskutohet edhe në vendet e Bashkimit Evropian, por Shqipëria është një hap para. Bashkimi Evropian po ashtu po përgatitet për identitetin digital dhe objektivi i shpallur i Bashkimit Evropian është që në vitin 2027 qytetarët e BE-s të mund të pajisen me identitetin e tyre digital. Ne do të jemi një vit më parë. Gjatë aktivitetit u diskutua dhe projekti Smart City, i cili përmes kamerave inteligjente do të bëjë të mundur një monitorim të pandërprerë të hapësirave publike në 20 qytetet kryesore të vendit. Përmes inovacionit, Maliqi është në zi pas tragjedisë së rëndë ku nën e birë humbën jetën nga zjarri që përfshiu banesën, ndërkohë vajza e mitur që u plagos ndodhet në gjendje kritike dhe mjekët po shohin mundësinë e dërgimit për trajtim jashtë vendit. Sa i takon shkaqeve të ngjarjes, dyshohet se fëmijët kanë qenë duke luajtur me shkrepse dhe flakët u përhapën në shtëpinë e tyre. 6-vjeçaria e sjell me urgjencë nga Korça mbrëmjen e së dielës në QSUT vijon të jetë në gjendje të rëndë. E mitura ka djegje në 42% të trupit të gradës së 2 dhe të 3. Vogëlushja me spektrin autik është në gjendje kritike, ndaj po merret parasysh edhe vendimi për trajtim jashtë vendit. Ajo mbeti e plagosur pas zjarrit tragjik që përfshiu banesën në Maliq, ku humbi jetën nëna e saj dhe vëllai 14 vjeç. Një ditë pas ngjarjes, përgjegjësi i shërbimit zjarfikës në Bashkinë e Maliqit, Sadik Halili, tha se ka qenë policia ajo që ka bërë lajmërimin e parë, e më pas kanë shkuar menjëherë në vend ngjarje. Ai nuk përjashton mundësinë që vdekja e nënës dhe e djalit ka ardhur nga asfiksia. Në vendin e ngjarjes ne kemi konstatuar 3 persona, nga të cilët 2 në gjendje të rëndë, mund të them, edhe vajzën e vogël e cila ishte e vetëdijshme, kurse 2 personat e tjerë ishin të pavetëdijshëm. Nga konstatimet që kam bërë unë edhe vetë kam qenë në vendin e ngjarjes, kam konstatuar se nëna dhe djali nuk kam pasur shenja djegje. Po mund të them unë, specialisti kësaj fushë nuk jam, po them se ka erdhur nga asfiksia, kurse vajza e vogël 6 vjeçare ka pasur disa shenja djegje në pjesë të ndryshme të trupit. 2 fëmijët ishin vetëm në banesë dhe dyshohet se po luanin me shkrepse në momentin kur shpërtheu zjarri. Nëna ndodhej tek fqinjët dhe kur është kthyer ka gjetur banesën e mbuluar nga tymi. Merieme Hazizllari arriti të nxjerrë vajzën jashtë, por kur u rikthye për të shpëtuar djalin, fatkeqësisht mbeti e bllokuar brenda dhe humbi jetën së bashku me të birin, që gjithashtu ishte me aftësi të kufizuara. Me gjithë rëndimin e gjendjes shëndetësore të naftëtarëve që kanë hyrë në grevurie, deri tani nuk ka asnjë reagim nga Bankers Petroleum. Punonësit kërkojnë rritjen e pagave si dhe përmirësimin e kushteve në puset e naftës. Në ambientet e jashtme të sindikatës së sektorit të hidrokarbureve në Marinc, një prej punonjësve të kompanisë Bankers Petroleum, që është bashkuar grevës, ka humbur ndjenjat. Punonjësi Josif Lino me detyrë mekanik është dërguar me njëherë në qendrën shëndetësore të kompanisë, ku ka marrë ndihmën e parë mjekësore.
Ndërkohë që gjendja e grevistëve në Marinz përkeqësohet nga dita në ditë, ende nuk ka asnjë reagim nga kompania Bankers Petroleum, as nga institucionet. Dhe grevistët e tjerë të cilët po ashtu kanë patur përkeqësim të gjendjes së tyre shëndetësore, Eduard Selami dhe Bledar Dano, pohojnë se mbeten të vendosur në kauzën e tyre, teksa paralajmërojnë edhe për shkallëzim të mëtejshëm të grevës së urisë. Është dita e 6 e grevës sot, edhe nuk kemi pasur asnjë lloj reagimi. Unë po marr injeksione pothuajse për ditë, ka ardhur ambulanca këtu, edhe nuk na kanë mbështetur asnjë lloj na shteti apo na kompania, nuk kemi pasur asnjë lloj reagimi. Gjithë këta njerëz që janë mbledhur këtu, 10 veta në grevurie, kanë një interesim nga këta, apo kanë një ndjeshmëri nga këta, të paktën nga ana njerëzore, nuk po flasim politike apo diçka tjetër, se ne jemi këtu, jemi zero politik gjithë. Sipas kreut të sindikatës të sektorit hidrokarbur, Dritan Shahu, puset e naftës në mungesë të punonjësve po monitorohen nga punonjës të firmave nën kontraktore, por kjo nuk e zgjidh situatën. Tu operohet deri tani me disa nga nën kontraktorët e shoqërisë Bankers, duke futur punonjës edhe në profesionet që atyre nuk u takojnë, duke u bërë kështu lajm dhe rrezik për jetën e tyre dhe shëndetin e tyre, pasi janë jashtë profesioneve që ata kanë përditshmëri dhe detyrohen të bëjnë dhe punë të tjera. Greva e urisë po mbështetet edhe nga naftëtarë të tjerë që kanë bojkotuar punën. Albania's Got Talent nis sot në mbrëmje rrugëtimin në ekranin e Vision Plus në moderimin e Isli Islamit dhe gjykimin e anëtarëve të jurisë. Ky format premton emocione dhe surpriza pafund. Pas shumë pritjesh, emocionesh dhe audicionesh plot surpriza, sot në mbrëmje nis udhëtimi magjik i talenteve shqiptare në skenën më të madhe të spektaklit. Albania's Got Talent rikthehet më i madh, më energjik dhe më befasues se kurrë për të zbuluar zëra, kërcimtar, magjistar, aktore çdo talent që Shqipëria ka fshehur deri tani. Në jurinë e këtij sezoni do të shohim emra të njohur të artit dhe skenës shqiptare, të cilët do të kenë misionin më të vështirë, të dallojnë yjet e vërtetë nga mira ëndra që do të ngjiten në skenë. Ata do të ndajnë emocione, do të prekin zemrat e publikut dhe mbi të gjitha do të frymëzojnë. Marrëdhënia dhe puna me talentet e reja për zgjedhja e tyre, mundësia për t'i dhënë një shans, duke e vlerësuar Albania's Got Talent një moment pedan fluturimi, po edhe nëse s'nuk duhet qoftë një ngjarje e bukur në jetën e çdo kujt. Përshtypjet nga edicioni i kaluar, i cili ishte i jashtëzakonshëm për talentet që ofroi, për vlerat që përçoi dhe mbi të gjitha për atë që për mua është speciale dhe veçantë, ka një tingëllim tepër familjare. Këtu nuk përdoren shprehet target group, pra i takon një grupi. Gjithë familja mund ta shijojë me kënaqësi. Ne të gjithë anëtarët e jurisë e bartim mbi supe atë barrën e suksesit të edicionit kaluar dhe duhet ata i kalojnë vetën këtë herë. E si do ja bëjmë nuk e di. Mirë po mbështetem te fakti që vërtet këtë vit ka talent që na kanë lënë me gojë të hapur. Realizimi i këtij spektakli bazohet në rregulla strikte, të cilave ju është nënshtruar edhe formati shqiptar. Audicionet bëhen para një jurie që ka të drejtë të kalojë ose të hedh poshtë performancën duke shtypur butonin në serinë e dritave të mëdha të kuqe të skenës të shënuar me X. Gjithmonë një përgjegjësi, aq më tepër kur bëhet fjalë për le të themi të rinjt ose fëmijët apo qoftë edhe moshat e treta, se ke një përgjegjësi shumë të madhe ndjesore, humane në gjykimin apo vlerësimin. Megjithatë, unë si natyrë në fund fare, si të them, në të gjithë mishelën e ndjesive që kam për një personazh, për një talent, në fund vendos që të vendosi profesionalizmi. Publiku do të ketë rol vendimtar, sepse talenti më i madh nuk fshihet dot. Kush do të jetë fenomeni i këtij sezoni? Kush do të fitojë zemrat e shqiptarëve duke fituar çmimin e madh? Ky produksioni Vision Plus premton se do të ofrojë performanca që të rreqin kërshërinë e teleshikuesit. Pa kufi moshe, shqiptarët nga të gjitha trevat ku jetojnë, por edhe artistë të huaj që pasi mësuan për audicionet në Shqipëri, janë bashkuar formatit, do të garojnë në disiplina të ndryshme.
Për të mos humbur asnjë prej këtyre interpretimeve magjike, Albania's Got Talent në moderimin e Isli Islamit ju lë takim sonte në mbrëmje në orën 21 vetëm në ekranin e Vision Plus. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.